Alhamdulillah, wa kafa, wa sallallahu wa sallam, wa baraka ala Mustafa, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Falëndimin të nësi të akon nga Allah subhana. Ata e losë dhe ati përgjërom që të lavdrej dhe të begoj dërgojnë e ti Muhammedin sallallahu alaihi sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të vëzgjëdhe. Të në vëllezër, shumë koncepte në fenë Allah subhanahu wa taala janë themele të një perceptimi të përgjithshëm të shëndosh. Saksisht. Mumina me kuptu një temë, edhe nuk e kena vështirë me kuptu. Mirë po, perceptimi i ploti asaj teme varet në bazë të disa themeleve që do të duhet t'i kishim. Në mungesë tyne nuk e perceptomi në plotësi, domethënë atë temë. Për shembull, për këtyre koncepte është fjala bie për shembull absolutësia e Zotit. Nuk mundesh me kuptu besimin, dogmën e kështu, pa e kuptuar se pjesë e themelt e besimit është me besu që ajo piknisja e besimit tonë si krijesa relative është që i besojmë një fuqisë absolute, ose saksisht i ekzistencës absolute, e që është domethënë ekzistenca e Allahut te bareke ve teala. Dhe absolutësia i përket Allahut në krejt gjithçka që ka të bëjë me Allahun te bareke ve teala. Dhe pjesë e kësaj absolutësie është edhe urtësia absolute. Edhe urtësia absolute. Domethënë gjithçka që ka bën Zoti, gjithçka që ka flet, gjithçka që ka thot, e ka një urtësi. Sepse na kena një rregull të përgjithshëm të fesë, ajo që është përsosuri të krijesat, do duhet të ishte përsosuri të krijuesi në formën më të përkryer. Për shembull, apo shembull me lart tek Allahu subhanahu wa taala, a është përsosuri e folura? Po është. Atëherë nuk kish pas logjik mos më kon se si e të folurit tek absoluti fuqi plot. Kështu që tek njerëzit është e met të jetosh pa qëllim, është e met. Për shembull, është e met njeriu të gjendet me një qendër tregtare dhe nuk e di pse është. Ose të gjendet me një udhtim, por nuk e di pse është. Është e met. Njerëzit e arsyeshëm nuk e vojnë. Dhe madje njeriu quhet i arsyeshëm në bazë të arsyes, mendjes. Dhe mendja e merr emrin arsyes pikërisht nga kjo rrjedhë që domethënë ti e keni qëllim, e keni arsye kështu me radhë. Allah subhanahu wa taala përshkruhet kësaj: Inna Allaha alimun hakim. Allahu është i gjithdijshëm, edhe është domethënë i urtë me urtësi absolute. Shpesh ndodh që disa ajete, disa hadithe ose disa koncepte fetare ose disa nocione dhe disa artikulime fetare i kuptojmë, po na nuk gjurmojmë për ta gjetur që këtë urtësinë e Allahu subhanahu wa taala pikërisht tek ato domethënie. Për shembull, e kena një dukuri emrash në Kur'an, dukuri emrash edhe nocionesh në Kur'an, edhe në Sunet, që realiteti i tyre kuptohet vetëm me mësime të përgjithshme fetare. Mos më di do mësime i keq kupton ato ajete, i keq kupton ato hadithe. Mirë po, poenta është që nuk e kena lexuar ose nuk e kena gjurmu urtësinë atij ajeti. Dhe rrëdhëmisht kena drejt me bëni pyetje për shembull. E dëgjojmë ajetin e thonë si është e mundur. Ose dëgjojmë një hadith e thonë ç'është është e mundur me kon ç'kjo. Për shembull, thot Allah subhanahu: In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Nëse ju jepni borxh Allahut, Allahu është shumë fishan. Nëse ju jepni borxh Allahut, Allahu është shumë fishan e fal mëkatet. Saksisht, borxhin kët ajet çka është për qëllim? Është lëmosha. Nëse jepni lëmosh për Allahun, jepni për fenë Allahut, jepni për përkrajen e njerëzve në nevojë kështu me radhë. Allahu te bareke teala nuk i ka përdorur as fjalën lëmosh, as sadaka, as zakat, as ndihmes, as këtë nocionet e mundshme që mundon me ekzistu, që mos me përdor fjalën borxh. Apo? A mu borxhi a ka kuptim në raport me Allahun? A është e mundur mi thonë na borxh Allahut? Nuk është na dhe gjithçka joni është e Allahut. Atëherë pse Allahu e përmend nocionin borxh? Që kjo është ajo që bëna në hyrje. Domethënë ti tash duhet me xhurmu me hallakat, me gjetën urtësinë. Çka është karakteristika e borxhit? Është kthimi. Allah subhanahu wa taala duke përdorur nocionin borxh, të lëmë në kuptuar që nuk jetë të dhon pa kthim, domethënë të kthehet vetëse shumë fish. Të kthehet vetëse domethënë shumë fish. Ose për shembull, e kena një hadith, pi haditheve shumë, domethënë të habitshëm në kuptimin që njerëzit ndoshta dyshojnë me kuptu sakt. Po është hadith shumë i thjeshtë. Mirë po ka të bëjë me çiket thirrjen që aktivizoje imagjinatën për me ardhur deri tek urtësia e Allahut subhanahu wa taala. Shënon Imam Muslimi pe Abu Hurairës që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në ditën e gjykimit: Inna Allah azza wa jalla yaqulu yawm al-qiyamah. Allahu i madhërisht ditën e gjykimit thot kështu: Ya ibn Adam maridtu falam ta'udni. O biri i Ademit, un u sëmura dhe ti nuk më vizitove. Kjo është e çuditshme. Është hadith i çuditshëm. Nuk thomi që shtojnë disa të tjerë,
hadith problematik. Jo, nuk është hadith problematik. Është veç i çuditshëm, veç i habitshëm. Edhe i thot, ja Rab, kejfe a'uduk, qysh o Zot unë ty me të vizitu. Thot, u anta Rabbul Alamin, ti je Zoti i botnave. Qysh vizitohet Zoti i botnave? Do të thonë, me rritu, jam smu, qysh me kuptu. Kjo ndodh në ditën e gjykimit, kësaj thot Allahu birit të Ademit. Thot Allah azza wa jall, "Ma alimta ana 'abdi fulanan marida falam ta'udhu?" A nuk e ke ditë që filan robi im ishte i smu dhe ti nuk e vizitove? Ishte i smu dhe ti nuk e vizitove? Thot, "Ma alimta annaka law 'udtahu lawajadtani 'inda." A se ki ditë që më e pas vizitu, më kishe gjetë mu tek ai. Po sikur se ta kishe vizituar të smurin, tek i smurim kishe gjetë mu. Më kishe gjetë mu. Thot, "Jebna Adam, istat'amtuka falam tut'imni." O biri Ademit, kom kërku me më ushqy dhe ti nuk më ushqeve. Thot, "Ja Rabbi, wa kayfa ut'imuka wa anta Rabbul Alamin." O Zot, qyshun e ty me të ushqy, ti je Zoti i botnave. Thot, "Ama alimta annahu istat'amaka 'abdi fulan falam tut'imhu." Thot, po ti filan robi jam, filan njerit ka kërku me ushqy. Dhe ti nuk e ke ushqy. Thot, "Ma alimta annaka law at'amtahu lawajadta dhalika 'indi." Thot, a nuk e ke ditë që po sikur se ta kishe ushqyer, veprën tonë kishe me gjetë tek unë. Veprën tonë kishe me gjetë tek unë. Te rasti i smuri ka thonë, kishe me më gjetë mu tek ai. Kurse tek ushqimi thot, shpërblimin veprën tonë kishe me gjetë tek unë. Pastaj jebna Adama istasqaytuka falam tasqini. O bir Adem të kam kërkuar me më dhon ujë dhe ti s'm ke dhënë. Qale Rabbi kayfa asqika wa anta Rabbul Alamin. Thot, o Zot, qysh me të dhon unë ty ujë kurse ti je Zoti i botave. Thot, istasqaka 'abdi fulan falam tasqihi wa ama innaka law saqaytahu wajadta dhalika 'indi. Thot, filani për robët të mit ka kërkuar ujin e det, ti nuk i ke dhënë. Sikur se ti kishe dhënë, e kishe gjetë atë tek unë. Në çka hadith, te i smurit thot, unë kishe gjetë mu te ai. Kurse te ushqimi dhe te uji thot, këtë e kishe gjetë tek unë. Allahu subhanahu wa taala ja shpjegon, shka i be, u sëmura nuk më vizitove, të kërkova ushqim nuk më dhe, edhe të kërkova ujë edhe nuk më dhe. Në më thonë, ta kishe bo, mu më kishe gjetë. Ta kishe bo, mu më kishe gjetë. Me po këtu ke thonë, te e para thot, mu më kishe gjetë, kanë thonë Ibn Qayyim rahimahullah të tjerë dietarë, kanë thonë, këtu lihet më në kuptu që Allahu subhanahu wa taala sikur se që ka ardhur në atrivetin e Musa alayhis salam, ku e gjen Allahun te ata të cilët i kanë zemrat e thyme. I kanë zemrat e thyme, domthonë njeriu kur smundet i bie ajo madhështia. I bie ajo pjesa e keqe e egos, edhe zbutët, edhe rrjedhimisht, domthonë afrohet me Allahun subhanahu wa taala edhe më shumë. Çka është domthonë urtësia e këtij artikulimi? Hadithi i parë mi dhon Allahut borxh. Hadithi i dytë, ajeti i parë mi dhon Allahut borxh. Hadithi i dytë me ushqim, mi dhon, me vizituar kështu. Artikulimi ose esenca e këtij artikulimi, sipas të hadithi, ka të bëjë me e përcjell një mesazh. Cili është mesazhi që Allahu do m'ia çon njerëzve në përmjet këtij hadithi? Mesazhi ju më tregu që Allahu është shumë afër. Allahu është shumë afër, ose është një përurësive me tregu që Allahu subhanahu wa taala është me ty. Është ajo el-ma'iyya el-khassa, të qenit Allahu me ty, po që është Allahu është me këtë krijesat, me ndihmën e tij, me shikimin e tij kështu me radhë, mirë po me ndihmën e tij është ma'iyya veçantë që ka vetëm për besimtarët. Kështu që kur je ti te këto vepra, Allahu te barekuhu teala është domethënë me ty. Ne kemi një ajet që është thelbi i kësaj ligjërate. Kjo është thjesht vetëm një hyrje, e domosdoshme për me zbërthy që këtë kërshërinë tonë që ai na ty lexua dispozitat, ajetet, hadithet me që këtë vëmendje që me janë zerursin apo jo. E kena një ajet që neve na ka përcen shpesh, po pa e menu në çka thellësi. Thot Allahu te barekuhu teala: "Ya ayyuhalladhina amanu", o ju që keni besu. "In tansurullaha yansurkum." Nëse ju e ndihmoni Allahun, Allahu kam ju ndihmu juve. Nëse ju e ndihmoni Allahun, Allahu kam ju ndihmu juve. Thot: "Wa yuthabbit aqdamakum." Edhe kam i forcu kam të juve, kam ju dhënë domethënë stabilitet. Nëse ju e ndihmoni Allahun është për qëllim, nëse ju e ndihmoni fen Allahut, se Allahu s'ka nevojë, Allahu është absolut. Nëse ju e ndihmoni Allahun, Allahu kam ju ndihmu juve dhe kam ju forcu kam të dhe kam ju bë domethënë stabil saktësisht, Allahu ja jep juve një farë ndihmëse të veçantë, shkaku që ju ja bëni ndihmimin domethënë fesë Allahu subhanahu wa taala. Saktësisht, domethënë ka mujt Allahu te barekuhu teala jashtë Kuranit më thonë nëse e ndihmoni fen e Allahut. Po pse ka thonë nëse e ndihmoni Allahun? Për me tregue, me përcu mesazhin e afërsisë. Ndjehet që është çështje që ka të bëjë me Allahun. Domthonë kur thirr dikush më bë pjesë e davetit, kur thirr dikush më bë pjesë
punëve të hajrit. Kur thirr dikush më bë pjesë e lëvizjeve islame, edhe e rrjedhave islame, edhe më bë pjesë e aktivizmit islam, nuk ka të thirr te shtëpia e vet, nuk ka të thirr te kulmi i vet, nuk ka të thirr te ara e vet, ashtu thirr te diçka që ti do të më ndjehet që ka të bëjë me Allahun. Domethënë, kur thot Allahu ndihmon Allahun, do me përshkruaj këtë mesazh, ndjehet që ka të bëjë me Allahun. Mon ku shkon dikush ku ne pejgamberin sallallahu alajhi wasallam edhe përkrah Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, mos më ndjehet që të përkrah thjesht një individ. Me ndjehet që kjo ka të bëjë me Rabbul Alaminin, ka të bëjë me Allahun subhanahu wa taala. Njëjtë kur shkosh me vizitu një të smut, më shumë se sa me menu që të i bë favor atij të smutit, me ndjehet që je duke afru edhe të fitu që këtë afërsinë Allahut. Njëjtë sigurisht kur ta ushqesh dikan me ndje Allahun afërsinë e tij, jo domethënë ngopjen e këtij. Jo etin e këtij i cili do të lëpuj. Jo këtij i cili ka nevojë mi dhon sadaka, po me ndje domethënë borxhin sikurse përpjekja jote më afru Allahu subhanahu wa taala. Andaj keni momentin kisha pas dëshirë me pas disa ndale të shkoj ajet, sepse unë besoj është ajet për ajeteve që mundot me na ndrru ngjarjen e jetës. Mundot me na dhënë në një realitet të ri domethënë të jetës tonë. Saktësisht, na shpesh kur e shohim dikë, i cili është shumë aktiv në fe, shumë aktiv në davet, shumë aktiv u flet njerëzve, shkon e ban davet e kështu me radhë. Na menojmë se ky është shumë stabil në fe, ndaj ato bo davet. Është shumë stoik në fe, ndaj është të bo davet. Kurse Allahu po thot, in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Nëse ju ndihmoni Allahun, Allahu ju ndihmon dhe ju forcon këmbët, ju bën stabil. Çi bie, stabiliteti është rrjedhimi i aktivizmit ton, jo aktivizmi jashtë rrjedhimi i stabilitetit. Domethënë, ti a di pse je aktiv në davet? Ti a di pse je shumë zell për davet? Ti a di pse domethënë në jetë çka që alhamdulillah entuziazmum? Sepse kjo është një begati që të ta mësua Allahu dhe rrjedhimisht kjo është investimi jot për më kon stabil në fenë Allahut. Jo që pse je stabil. Jo pse ti je më smiri ti fetarisht, po sepse nëpërmjet davetit ti e sforcon vet pozicionin tan fetar, domethënë fenë Allahu subhanahu wa taala. Andaj un konsideroj edhe e baj si thirrje që shpesh kur ka dikush për juve dilema dhe frika të fetarisë. Ides a do të qëndroje stabil apo nuk do të qëndroje stabil në fenë Allahut, veç shtoje dozën e ibadetit të quajtur davet. Veshtoje dozën e ibadetit të quajtur aktivizëm. Veshtoje dozën e ibadetit të quajtur kontribut për komunitetin. Domethënë, jam për shembull fakultet, jam me një hapësirë të punës, për shembull kam shumë rrezik për me deviju ose ku diun çka kam frikë për stabilitetin tim. Thjesht, domethënë, vesh kontribo për fenë Allahut. Allahu tash problem kontributi me stabilitet fe. Kjo ajet është. Kjo nuk është premtim. Kjo është domethënë ajet kuranor. Ti e shton kontributin për fenë, Allahu të jep stabilitet në fe, nuk devijon, nuk tërhiqesh nga botkuptimet e tua, nuk i ndron çasje, nuk i ndron domethënë kohjet e tua fetare e kështu me radhë. Sikundër që shumë njerëz në vëllezër që fetari nuk e kanë shumë stabile. Një për arsye pse ndodhet ata një gjë e tillë, ka të bëjë pikërisht se nuk kanë mjaftueshëm kohë të përkrahjes edhe të suportimit të fesë. Domethënë, dikush për shembull e shoh mi na hub, na ik, me mua nuk e shoh në përderse, është dobësu, e ka kriju një lidhje haram, ku diun çka. Një për arsye pse ka përfunduar se nuk e ka përkrah fenë Allahut. Ta kish përkrah Allahu i kish dhënë më shumë stabilitet. Ta kish përkrah fenë, ti shkon më i zellshëm me përkrah fenë. Për arsye ndër vëllezër, nëse e kuptomi kësaj çka tem, na nuk prismi me na dhon dikush detyra me shërbim fenë. Na i mormi detyrat. Na nuk prismi me na delegu dikush role. Na e bëjmë rolin se na konsumojmë që na ta bëj favorin vetvetes. Ne na ta bëj favorin vetvetes, nëse ti ke dëshirë me vdek me shahadet, ke dëshirë me vdek me përfundim të mirë, atëherë thjesht vetëm e shton përpjekjen tonë me përkrah fenë Allahut, Allahu ka më tash përblyt domethënë me qëndrueshmëri. Sigurisht Allahu subhanahu wa taala nuk po thotë që vetëm të jap stabilitet. Mirë, po ta premton edhe një diçka tjetër. Triumfin tënd. Yansurukum, ju ndihmon juve, s'ka thonë ndihmon fejen. A është e qartë? In tansurullaha, nëse ju ndihmoni Allahun, thot yansurkum, Allahu ka më ju ndihmu juve, Allahu ka më dhënë triumf juve, Allahu ka më dhënë gallënim juve. Domethënë, nuk është thirrja e ajetit, nëse ju e ndihmoni Allahun projektet e Islamit, në projektet e Islamit Allahu ka më dhënë sukses. Jo, juve ka më dhënë sukses. Domethënë në projektet e tua, në ëndrat e tua, dhe në sfidat e tua, edhe në ballafaqqimet e tua, pa më parasysh, e gjendesh para një situate që ki sfidë, ki ballafaqim të fuqishëm, domethënë s'ki me i dal lehtë. Veç më bëmu konë që e ki ujit arën e Islamit, Allah ka me ta ujit për dika tjetër, ka me ta shuf vijen, e ujitjes që ti s'ki me menu edhe kurse kishe menu. Në thonë, ki andra, ki synime, ki sfida, ki ballafaqime, madje edhe sfidën që e ki me egon tonë, me nefsin tanë, kush nimon Allah nëse ti ndihmon fenë e ti. Madje edhe do kriza që e ki me disa mëkate që s'un pile.
e ki provu, ki ngu ders, ki lezu Kur'an, ki bë dhikr, ki bati, ki bë. Prap domethënë kthehesh te tinta të gjinoa. Thjesht bëu pjesë të davetit që më po çka më të largu Allahu. Thjesht bëj diçka për fen Allahut, që më po çka më shpërblej Allahu, tu largu pi mëkateve, nuk habitesh me veten. Gjuna që sonë komlon 10 vjet, e lën për 2 javë, po e le. Se Allahu është shakur, Allahu është mirënjohës. Ti ja përkra fen, Allahu subhanahu wa taala domethënë të ndihmon në anët e tjera. Ndaj konsideroj që shpesh na duhet me fol kësaj me vetëm. Pse unë shpesh dështoj, ose kur dështoj, ose kur nuk kam sukses, ose kur dal keq, ose kur nuk ja arrit dot, thjesht vesh reflekto. Kuota jote suportimit fesë është e dobët. Nuk është e mjaftueshme për me netën, vazhdimisht i suksesshëm. Ta kishe pas kuotën pak më të madhe, Allahu nuk ish sjell kësaj me ty. Ta kishe pas kuotën më të mirë, nuk ishte sjell Allahu te bareke ve taala kësaj me ty, ndaj dikush ka thonë për njerëzve të dishëm, thotë nuk kom pa njeri që e bardh dertin e fesë, nuk kom pa njeri që gajloset, merakosët për fen, vetë se kom pa njeri shumë stabil fe. Nëse në jetë e shoqëron që kjo ndjenjë, çish më bota vetrive, çish më shumë me çu islamin na për çdo shtëpi, çish më shumë më bota të qartë njerëzve, ta bëjmë këtë projekt, ta bëjmë atë, ta bëjmë këtë aktivitet, ta bëjmë këtë, s'kom pa thot njeri që tu i ka gajle, e tjetë i lëkundshëm fe, nuk kom pa. Vetë se Allah e ka shpërblyr domethënë me stabilitet, saktësisht tu është një diçka ndërvëllëzor që kisha pas dashur me analizu. Shumica e kësaj që po e trajtoj, që ka të bëjë me ndihmën e Allahut subhanahu wa taala dhe premtimin e Allahut për ndihmë kështu me radhë, të muslimanët elhamdulillah është e çarkullueshme, po? Ala inna nasrullahi qarib, ndihma e Allahut është afër, na e potencojmë shpesh këtë si diskurs. Mirë, pa ajo që konsideroj është e meta më e madhe e jonë në raport me këtë botë kuptim fetar, ka të bëjë që ne besojmë ala inna nasrullahi qarib. E besojmë që vërtet ndihma e Allahut është afër, triumfi i Allahut është afër, gallënimi që na jep Allahu është afër. Mirë, po a e besojmë që kjo është e kushtëzuar? Intensurullah. Nëse e ndihmoni Allahun. Domethënë Allahu subhanahu wa taala ta ka kushtuar. Nëse ju e ndihmoni Allahun, Allahu ju ban juve gallënimtar. Nuk ka thonën ju baj gallënimtar në çdo situatë. Nuk ka thonë ju jap juve gallënim dhe triumf me çfarë do lloj çmimi. Jo, domethënë intensurullah. Nëse ju e ndihmoni Allahun, Allahu te bareke taala ka më dhënë juve domethënë triumf, saktësisht domethënë këtu do të më pas konsiderat që ky kushtzim nuk ka të bëjë që Allahu ka nevojë për ty. Është qartë? Po Allahu e kalon formë nëse kom drejt, ose sikur se e kalonën tiket, bilet për me hinë ngjarje. Është qartë? Se feja e Allahut me ty pa ty, ajo ka më dalë gallënimtare. Mirë, po për krahjen tënde ta ka lënë si shenjë që ti mundesh me marr tiketën për me hinë ngjarjen e gallënimit. Është qartë? A do më bë pjesë e kësaj ngjarje? Po, kush e hyn këtë ngjarje, kush e ka tiketën? Kush e ka tiketën? Ata të cilët kanë projekt për fenë Allahut, ata të cilët kanë gajle për fenë Allahut, ata të cilët përpiqen për fenë Allahut, ata të cilët munohen për fenë Allahut. Këta kanë, domethënë, mundësi mu kon pjesë, domethënë, në ngjarjes sot Allah subhanahu illa tansuruhu faqad nasarullah. Nëse ju nuk e ndihmoni, Allah ka më nxjerr ndihmtar. Kjo punë është e kryme. Mirë, po ti domethënë a je pjesë e ngjarjes, edhe a e ki paguajtën kushtimisht, domethënë biletën, tiketën për me qenë pjesë e kësaj ngjarje. Ndaj për më kanë njëri në jetë me këtë vetdije do të më pas konsiderat sa e shtrenjtë, sa e çmume, sa e pazavendësueshme, sa madhështore është më kanë ti tek ajo palë dhe ajo anë edhe në atë saf që Allah azza wa jall këta njerëz i nxjerr gallënimtar. Thot Allahu Teala: "In yansurkumullahu fala ghaliba lakum." Nëse Allahu juve ju ndihmon dhe ju nxjerr gallënimtar, nuk ka kusht ju mposht juve. Nuk ka, domethënë imagjino për shembull, më thon dikush më kam poshtë një stres, më kam poshtë një depresion, më kam poshtë do armiq, më kam poshtë do sfida, më kam poshtë do borxhe, më kam poshtë, po e vërtet krejt njerëz që kanë sfida, mirë po poshtja nuk është ata të cilët i ndihmon Allahu. Thot Allah subhanahu wa taala, thot: "Wa yakhdhulkum faman dha alladhi yansurukum min ba'di." Nëse Allahu ju lë pa ndihmë, ju lën lloç, nuk ju ndihmon me dal prej krizës. Kush është ai i cili ju ndihmon? Sikur se Allah subhanahu wa taala ban thirrje, ktheu te ajeti tjetër, apo? E ndihmon fen Allahut, Allahu ka më të ndihmuar, kur të ndihmon Allahu mos ti i pamposhtur. Kur të ndihmon Allahu, ti e domethënë i pamposhtur. Kështu që kujtë po veten. A do me po veten ose a sheh veten tek të ndihmuarit që ndihmojnë dhe shkaku që ndihmojnë fen Allahut janë të ndihmuar edhe janë gallënimtar, apo tek njerëzit e lën pa ndihmën e Allahut subhanahu wa taala, që realisht ata kanë met pa ndihmën e Allahut sepse kanë ndodhur diçka që Allahu subhanahu wa taala nuk i ka ndihmuar. Ndaj para se me po kët duhet me po sa neve na jep domethënie, na jep vlerë, na jep shpirt, na jep emocion që kemi ndihmëtori i Allahut. Domethënë ti më kon ai që ndihmon Allahun subhanahu wa taala. Vetë emër.
Vesim, atë jep vlerë dhe domethënie, me thonë, unë i takoj kësaj klase shoqërore. Unë kom punu dhe jam shkollu dhe këtë dhe atë dhe prindërit e mi kanë bërë këtë dhe ne i takojmë kësaj kategorie shoqërore. Domethënë këtë jep domethënie. Atë jep domethënie, me thonë, unë jam te safi ndihmëtarëve të Allahu te bareke ve taala. Andaj njerëzit në vëllezër keni momentin flasin shumë. Kur vjen ndihma e Allahut, shumë flasin për këtë. Ama shumë pak flasin qysh une domethënë me ndihmu fen Allahut. Kur vjen ndihma e Allahut, është tema e Allahut, është çështja e Allahut, kur vjen ndihma e Allahut, nuk është tema jote. Tema jote është ti qysh me ndihmu fen Allahut. A ti nëse ndihmon fen Allahut, Allah po të gazon se ka me të ndihmu. Kjo çështje e kryme. Kështu që, a ka logjik ti me fol temën që s'është e jotja? Kur vjen ndihma e Allahut, nuk është tema jotja. Tema jote është ti qysh jetin për krahën e Allahut. Ti për shembull promsha ki për krahën e Allahut. Këtë muj sa herë ki sa iniciativa, sa përpjekje, sa lëvizje, sa hapa i ki po me për krahën e Allahut. Çi kjo tema jote, nuk ka tema jote kur vjen ndihma e Allahut te bareke ve taala. Ndaj, për me kuptuar ndoshta më mirë këtë temë, qytetërimi i parë islam, që është qytetërimi më madhështor që ka ekzistuar, është ajo i sahabëve dhe i tabenëve dhe i tabi'inëve, saktësisht i gjanatave të hershme i selefit, është qytetërim madhështor i pashpjegueshëm me matematikat e dunjos. Njerëz, apo kam zbathur, njerëz që s'kan pasur shkolla, s'kan pasur universitete, s'kan pasur mbretni të trashëguar, apo kur gjë, vjen momenti e sundoj botën, apo? Një prej gjanave që konsideroj Allahu edhe më së miri, që Allahu i ka shpërbly fëmijët e sahabëve dhe nipat e sahabëve, i ka shpërbly me asnjë qytetërimit të madh, sepse ata e kanë përkrahur fen Allah subhanahu wa taala. Është qartë, domethënë, ta mëson Allahu ty për pak dekada, apo me mbrit cepët e botës, për një shekull me dal nëpër kontinente, për pak periudhë, domethënë me mbriti tek pjesë më të bukura të Endelusit, atë pjesë më të skajshme në atona të lindjes së largët. Kjo veç problem është. Kjo veç problem. Pse është problem? Se ju e keni përkrahur fen Allahut, tash Allahu ju nxjerr nga ndihmtar. Nëse analizon ti me fakte, apo faktet nuk janë favorin për me dhënë kuptim kjo. Domethënë del ti përballë një qytetërimi që është 200 herë më i madh se ti, është 500 herë më i zhvilluar se ti, është 1000 herë më i vjetër se ti. Edhe ti domethënë ti me matematikën e sotit ti as nuk je i denj për mu ballafaqu. Është qartë, nuk je njëta kategori për ballafaqim. Ti jo që ballafaqohesh, ti del nga ndihmtari çon histori. Kjo vesh problem. Është problemi që aty për çata sahabe, që ata e kanë përkrahur Pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, e kanë përkrahur davetin, e kanë përkrahur islamin, dhe Allahu subhanahu wa taala i ka shpërbyer ata dhe pasardhësit e tyre me ngadhnim, me forcë dhe me këmbje. Ndaj këtë ndoshta sidomos me kohën e sotit, për shembull në aspektet e bashkëkohore, 10 mijëra herë muslimanët sot qëndrojnë më mirë se sahabët. 10 mijëra herë, jo 10 qindra, 10 mijëra herë me numër, me pasuri natyrore, me përparim, madje edhe në shumë aspekte edhe ndoshta edhe me disa aspekte të kohës bashkëkohore duke garuar edhe me popujt e tjerë. Duke garuar me popujt e tjerë me aspektet që ata kanë përparuar kështu me radhë, nuk janë shumë larg, ama shumë larg domethënë me drita të fund tunelit. Thuaj se nuk shifet drita në fund tunelit. Pse nuk shifet? Sepse është garë pa konceptin që na të përkrah fejen. Është garë me përkrah shtete, me përkrah kombe, me përkrah grupe të ngushta shoqërore, mirë po nuk është koncept me përkrah Allahun, saktësisht me përkrah domethënë fejen e tij. Ndaj, çysh kanë gallë selefi? Thot Allah subhanahu wa la yansuranna Allahu man yansuru. S'ka dyshim, pa dyshim, gjithsesi Allahu ka më nxjerr nga ndihmtarët të cilë e ndihmon Allahu subhanahu. Çi kjo formula e ngadhnimit edhe suksesit të parëve tonë të mirë, dhe këtu në vëllezër kisha pas dëshirë ta ndjejmë edhe pjesën e thirrjes. Ja ju ledhina amenu in tansurullah. O që ngi besu, nëse ju e përkrahni Allahun, domthonë kur thot o që ngi besu, domthonë sikur na thotë, kjo ku na i behise kjo temë. Ku na i behise, s'ka thonë ju njerëz. S'ka thonë ju arabët, ka thonë ju që keni besu, domthonë ti moment që beson, ti dush me ndjetë që ty takon kjo temë. Dush me ndjetë që ty takon kjo temë, domthonë tema që do të më bëj diçka për këtë fe, do të më lëviz diçka për këtë fe, do të më lëviz një guri për këtë fe. Kjo temë jote është. Ndaj Allahu e ka përdorur pikërisht thirrjen, domethënë thirrjen e imanit, ndaj ne morëm edhe një rregull të përgjithshëm që sa herë njerëzit e imanit që qëndrojnë mirë me iman, e ndjejnë më shumë me shërby këtë iman. Sa herë që imani i tyre gjallënohet edhe lëvizja e tyre për fenë Allahu te bareke teala, sigurisht ky ajet e ka një mesazh. Ky mesazh në vëllezër është besoj shumë i rëndësishëm, edhe pse nuk ka të bëjë direkt me temën. Kur thot Allah subhanahu, ya alladhina amanu in tansurullaha yansurukum, o ju që keni besu. Nëse ju e përkrahni Allahun, nëse ju e ndihmoni Allahun,
Allahu kam ju dhënë juve fitore, kam ju dhënë ngallnim. Sigur e ka një far mesazhi. Ti realizoj kërkesën e Allahut, Allahu ti realizon kërkesat e tua. Realisht, çka do që ti mundosh me pas në mendje. Është domethënë një kërkesë për kërkesave të jetës që ti ke synim, po kush e realizon Allah. Allahu do ta gëzon një rrugë që realizohet. Ti realizoj kërkesën time. Cila është kërkesa e Allahut? Për kë e fen ti? Ndihmoj edhe, domethënë suportoj fenë e tij. Allahu ka më nxjerr nga ndihmtar dhe fitimtar të kërkesat e tua. Unë ti realizoj kërkesat sepse ti e ke realizuar domethënë kërkesën time. Ndaj, përmenda pak më herët që sahabët e kanë realizuar kushtin e triumfit. Cili ka kushti i triumfit që e kanë realizuar për kraja e fesë. Edhe rrjedhimisht, edhe pse kanë pas rrethonat, kushtet, predispozitat, realisht kanë arrit suksese të pashpjegueshme. Domethënë me dy perandori, domethënë ballavaxhuar dhe mirëzu. Edhe në anën tjetër ata me hin histori 1000 kusur vjet, domethënë mos me rrot qytetërimin e tyre. U kanë se ata e kanë realizuar kushtin e domethënë e triumfit. Mirë, po keni vëmendjen. Ata çfarë janë kanë sigurt se ky kushti i triumfit s'ka dyshim se çka do të më realizu për marrë suksesi. Si o ka marrë menja se vend ai brez nuk e ban kët. Si o ka marrë menja sahabëve që kanë pas musliman në periudhë kanë menuar që arrit sukses pa e përkrah fen Allahut. Arrit sukses thjesht duke garuar me popujt me vlera qytetërimore, me shkollim, me atë, me kët, me pasuni, me sisteme bashkëore ku një shka, apo jo duke e pas në qendër në vëmendje fen Allahut edhe për kënaqësi. A keni argument për këtë? E shënon Imam Ahmedi, Sheikh Shuaib thotë që hadithi është hasan prej Thaubanit, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yushiku an tadaa alaykum al-umam min kulli ufuq, kama tadaa al-akalatu ala qas'atiha. Thotë nuk është shumë larg, i thotë sahabëve, nuk është shumë larg që kanë mulshu prej krejt viseve, prej krejt horizonteve, prej krejt viseve kanë lëshu drejt jush popujt, sikur se lëshohen njerëz të uritur që janë të dosh me hongër një pjatës me ushqim. Domethënë ne përfitojmë shumë, domethënë i rrezikshëm. Domethënë këta kanë mundi shumë rrezik, ku shlohen njerëz të uritur kundër tyre. Thot i thonë sahabët Rasulullahit, thot ja Rasulullah, a min qillatin bina yawma idhin? A shumë pak na më kanë atë ditë? Domethënë më na lëshu njerëz ashtu pintanant me na hongër, ai na shumë pak. S'kan thonën a nuk kena me realizuar na kushtin? Se kanë menuar, atëre na kushtin na të realizuar. Fen Allahut na të përkrah. Dhe kush e përkrah fen Allahut, Allah e nxjerr nga ndihmtar. Pse ka menduar që ky moment i dështimit edhe i mos ngallnimit. Ta shkoj me një opcion, tash dalim me një opcion logjik edhe matematikor. Pak jena, domethënë janë të pabarabart numrat, çysh shpjegohet kjo me dash marr dikush me na hongër. Thotë Ameri sallallahu alaihi wasallam, antum yawma idhin kathira, ditë keni më kanë shumë. Shumë keni më kanë. Domethënë e rrezon opsionin e numrit. Atëherë, nëse kanë realizuar kushtin e triumfit, atëherë çka ka ndodhur? Thotë walakin takununa ghutha'an ka ghutha'is sayl. Thotë më po keni më kanë sikur se shkuma e detit, ose sikur se llumi i lumit, i pavler. Thotë tuntaza'u al-mahabatu min qulubi aduikum. Edhe armiku nuk ka kur far frikë për juve. Si ju sheh juve të denjë me pas frikë për juve. Jo jeni shumë dop për armikun e juve në atë kohë. Zemrës së armikut hiqet çdo lloj mallnimi për juve. Thot wa yaj'alu fi qulubikum al-wahn. Edhe Allahu në zemrat e juaj e vendos një diçka që quhet al-wahn, një lloj dobësie, një lloj sëmundje. Ai thonë ja Rasulullah. Wa ma al-wahn? Çka është kjo al-wahn? Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, hubbul hayati wa karahiyatu al-maut. Shumë keni me dash jetën, edhe keni me urrejtën vdekjen. Dashnia e madhe për jetën, edhe urrejtja e vdekjes. Dashuria e madhe për jetën kalimtare, jetën që është e kufizuar, jetën që nuk është më mirë se ahireti apo. Edhe urrejtja e vdekjes së pashmangshme, që na do e mos kena me vdekën, edhe kena më dorë për Allahut. Kjo me një fjalë është vedia ka më kon shumë e dobët. Vedia ka më kon shumë e dobët, se domethënë shkon vedia besimtare. Vedia e madhe e besimtarit është përgatitje për ahiret. Vedia besimtarit është me investu për ahiret. Për arsye ata të cilët investojnë për ahiret, e shohin përkrajën e fesë Allahut shans për me fituar ahiretin. Ndërkaq ata të cilët nuk e gjojnë veten të përkrajë fesë sepse e mosin me dynjë, am kthehet mu me dynjë, kjo s'm kthehet me dynjë. S'm kthehet me dynjë, pse do të më ndihmu fen Allahut? Pse unë do të më kon aktiv fen Allahut? Nëse nuk kthehet këtë formë. Që i bie, vedia është e dobët dhe realisht kushti nuk është realizuar. Dhe kushti kur realizohet vend domethënë disfata dhe domethënë dështimi, saktësisht, për me kuptuar më mirë. Kur ka qenë vedia më e lartë në Islam?
kështu, historikisht, kur u kanë vetdia më e lartë që ka pas udhëtarët e Islamit? U kanë të sahabët. Vetdia më e lartë ka rezultuar me suksesin më të lartë. Në vetdia e lartë nën kupton rezultat maksimum. Rezultatin më të lartë kur e ka pas Islami? Në kohën e sahabëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. S'ka pas më rezultat më të mirë. Kur? Aspektin doktrinar, aspektin politik, aspektin ekonomik, aspektin e zhvillimit, aspektin e lumturisë dynjë. Në çfarë do lloj aspekti që mendon, nuk ka dëni periudhë që u kanë më kulmore se sa ajo sahabëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pse ka ardhur? Ka ardhur si rrjedhim i kujt? Ka ardhur si rrjedhim i vetdijes së lartë. E kjo vetdija e lartë që është konkretizuar, që është kristalizuar, që është prek me ndihmimin e fesë Allahut subhanahu wa taala, ndaj e kanë përkrah fen dhe Allahu subhanahu wa taala domthonë i ka dhënë atë suksesove. Mirë, po keni vëmendje. A di kur e kanë përkrah sahabët Islamin shumë? A di kur sahabët e kanë përkrah shumë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? A di kur e kanë përkrah shumë Davetin? Kur ka zbrit ajeti wallahu ya'simuka minan nas. O profet, ty Allahu trumpi njerëzve. Kur ka zbrit ajeti inna kafeinaka almustahzin. Na ty të mjaftojmë kushdo që tallet me ty. Kur ka zbrit ajeti inna shani'aka huwa al-abtar. Kur ka zbrit ajeti ai që ty po të ofendon, ai që po thotë ty po tallet me ty, çaj është farsosur. Edhe kur ka zbrit ajeti illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Nëse ju nuk e përkrahni pejgamberin, ka më përkrah Allah. A ka dalë dikush pisoj me thonë, ky punën e kryme e paska. A ka dalë dikush pisoj me thonë, çka duhet na me bë përderisa Allah po thotë unë të mjaftoj. Unë ta kry, ti domethënë spreh kurkush, nuk mbrin kurkush te ti. Për krajtën këta nuk për krajtën, unë komet ta dhon domethënë nga dhënimin, domethënë në projektin edhe në misionin tan. Saktësisht. Kurkush pisave s'ka thonë, lënë vetë se kjo punë e kryme, sa ata se kanë kthyer është punë e kryme. Ata e kanë kthyer si në punë e vet. Allah zë i ka thirrë që ju doni më kon pjesë e projektit. Allahu i ka thirrë ju më kon pjesë e suksesit, pjesë e projektit. Është i qartë se suksesi për Pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është i garantuar. Po ti dush më kon pjesë e projektit të Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kështu që ata vetdijen e parë kanë pas in tansurullah yansurukum. Nëse e ndihmoni Allahun, Allahu juve ju nxjerr nga ndihmtar, edhe domethënë ju bën pjesë të suksesit. Domethënë ndihmën më të madhe që mundesh me bëfes është nëpërmjet davetit dhe shpjegimit të saj, nëpërmjet davetit edhe prezantimit të saj, nëpërmjet davetit edhe përfaqësimit të denjtë të fesë Allahu subhanahu taala, edhe në çdo pikë ku mundesh me gjetë veten që ti je i denjë edhe je meritor, po jo vetëm aty ku je më i miri, po edhe aty ku mundesh më konën edhe safi i fundit, po diku ndosh më kon të e qit një pikë ujë për fen Allahu subhanahu taala, mirë po këtë kjo vllazni nuk bëhet pa hin komunitet. Nuk bëhet kjo pa hin xhamat. Këtë kjo nuk bëhet pa hin në tërsinë e njerëzve që besojnë me të njëjtat vlera. Ndaj thot Allah subhanahu, "O men yatawalla Allah wa rasulahu walladhina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun." Kushdo që është lojal ndaj Allahut, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe ndaj atyre që kanë besu, me të vërtet pala Allahut është ngatënimtare. Domthon ngatënimin Allahu këtu nuk e përmend me suportimin e fesë. E përmend kushtin e dytë, të shmenoj përmend xhamatit. Domthon do të menoj të pala Allahut me Allahun, me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me ata të cilët domethënë kanë besu, saktësisht na jena umet, edhe fjala umet rrjedh për fjalës që thotë qendër, sepse na kena vlera qendrore të cilat na bojnë bashkë. Domthon na jena umet sepse jetojmë në një par vlera, i zhvillojmë të njëjtat vlera, synojmë për promovimin e të njëjta vlerave, bëjmë çmë sa sakrifojmë për ato vlera se na këtyne vlera ju takojmë. Me këto vlera identifikohemi, edhe me këto vlera domethënë na hecim tutje saktësisht për me e bën çeket. Për me bën çeket na do të më ndje xhamatin, do të më ndje komunitetin, me rujtë edhe me zhvillu. Dhe kjo ndër vëllezër, dashnia, ruajtja dhe zhvillimi i xhamatit nuk bëhet pa qenë afër mexhliseve të ilmit. Pa qenë afër mexhliseve të mentorëve tuaj. Pa qenë afër mexhliseve të atyre të cilët e prin këtë projekt. Për arsye, Ameshi e transmeton thotë kështu. Thotë kunna idha faqadna ar-rajula thalathata ayyam sa'alna anhu fa in kana maridan udna. Thotë Ameshi, thotë na thotë 3 ditë, nëse na mungoj këtë dikush mezhlis, thotë ja nisëm me vet ku është. E pastaj thash kesh më vizitojsh më për të smut. Kuptimin që ky veç i smut nuk ka pjesë e jona. Ky veç shëndeti ka qenë pengesë, i shëndosh, mos më kon pjesë e jonja, mos më kon pjesë e aktivizmit ton, mos më kon pjesë e lëvizjeve tona, kjo s'ka shpjegim. Çata që kanë pas këtë mentalitet, çata e kanë sundur botën. Çata e kanë thënë Islamin çdo cep. A dikur e kanë thënë Islamin çdo cep, kur kanë qenë kushtet minimale të këtë botës, jo vetëm muslimanëve. Këtë botë ka pas kushtet minimale me komunikim me kontinentet. Me po ata kanë komunikuar me kontinentet me forcën e zemrës tyre, që kanë pas për
Allahun subhanahu wa taala. Çka që thotë Ameshi 3 ditë. Sikur lëmë në kuptu, shumë projekt i madh është Islami ti 3 ditë mos më kon aty para. Imagjino ti kush për shembull më kon menaxheri në kompanisë ose më konën një supermarket, thotë 3 ditë për pikë qefit shkon dikon. Shumë, 3 ditë e çon të madh shumë. Më nëse për ty është projekt i madh, 3 ditë janë shumë. 3 ditë dush më gjend aty ku zhvillohet, ku çohet e para, domethënë ideja, edhe domethënë me lenë Allahut ka me pas ky investim, domethënë rezultat madhështor, saktësisht. Keni vëmendjen që kjo që po thomi, më kon pjesë e ndihmimit të Allahut. O që keni besuar, ndihmoni Allahun dhe Allahu ndihmon juve. Kjo është projekt xhamator. Më edhe kur individualisht e bën, prap do të më kon kjo prap kuadër të një kolektivi më të gjatë. Prap do të më kon në kuadër të një kolektivi më të gjatë, saktësisht thot Allah subhanahu kështu. Thot wala tahinu. Mos u plagoshtoni, mos e merrni shumë afër zemrës, mos u lodhni shpirtnisht. Thot wala tahzanu. Edhe as mos u mërzitni. Të dyat po i drejtohet shumës. Nuk është ju ke i drejtu besimtarit në mënyrë njëjës, mos u dorëzo, mos u mërzit. Jo, po thot mos u mërzitni, se ju një gajle keni të përbashkët. Nuk është ju ke u drejtu, domethënë në mënyrë të veçantë një ka një. Thot mos u plagoshtoni, mos u dorëzoni, mos u mërzitni, wa antumul a'laun, jeni më të lartit, in kuntum mu'minin, nëse jeni besimtar. Domethënë kushti është nëse jeni besimtar në kuptimin që domethënë jeni më të lartit në vlera, më të lartit në sukses, më të lartit në qytetrimin e juve, më të lartit në përgatitjet e juve, më të lartit në ndihmën që Allahu ka më dhënë juve. Ama kur ka më ndodhur kjo? Kur ka më ndodhur? Nëse ju jeni të sforcu qendrën e përbashkët juve, imanin. In kuntum mu'minin, nëse ju jeni domethënë besimtar, pra domethënë Allahu subhanahu wa taala po na jep një rregull me këtë. Sa më të fuqishme që e ki qendrën që na ka vë bashk, çash me len Allahu subhanahu wa taala kemi pas më të lartë ngritjen edhe ngallënimin. Dhe ky ngallënim ka më qenë i kushzuar për herë me ndihmën që ja ban fesë Allahu subhanahu wa taala, ndaj ndoshta me çik ligjërat mundi me kuptu pravisht pse kjo gjendje e umetit sot. Shpesh që muhabeti pse muslimanët janë sot, pse umeti ka ngel në këtë pavenduri, pse suni rrim popujt e tjerë, është domethënë nuk e përkrah me fen, është se kena kriza me imanin, është se kena kriza me individualizmin, është se punojmë se kryen veti, është se nuk e sforcojmë idenë e projekteve xhamatore, nuk investojmë në çumjen të para të projekteve tona domethënë bashkërisht, nuk kemi mentora, të cilat rreth tyne domethënë rreth mexhliseve tyne domethënë mblidhemi për me çu diçka të para, mirë po domethënë këtë kena çep domethënë diçka vetë edhe me domethënë me ftoftësinë më të madhe kur duone e çes një for për Islamin, edhe kur domethënë 3 vjet mundi mos më bëj hiç se kur kuna nuk jap llogari, sepse nuk e ndjej, se nuk e ndjen xhamati, nuk e ndjen Islamin si përgjegjësi të vetë, domethënë që do të më përka fen Allah subhanahu wa taala. Kështu që keq që kjo domethënë po mund të forcu, domethënë do të më bëj musliman bashk. Do të vllaznik më bëj bashk. Do të trit më kon bashk. Do të ndjekësit e ligjërata më kon bashk. Njerëzit e vlerave do të më kon bashk. Thot Allah subhanahu kështu. Thot ja alladhina amanu, o ju që besu. Kunu ansar Allah. Jeni ndihmëtar të Allahut. Si ka drejtuar individit. Jeti ti ndihmëtar i Allahut. Po kjo thirrje më kon ndihmëtar të Allahut i bie që teksa i të dash më bën ndihmëtar i Allahut, gjejmë kanë kimi më bë bashk se nuk shkon vetë kjo punë. Jeni ndihmëtarët e Allahut, kema qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah. Ashtu sikur se Isa i që i pat thonën hawarijunëve të vet, aty me sahabëve të vet, kush janë ndihmëtarët e mi për tek Allahu. Por me gazu se, në thonën, këtë synimin e kina mas pomti të Allahu subhanahu wa taala. Çka ajeti, o ju që keni besu, jeni ansar, jeni ndihmëtarët e Allahut, sikur se Isa i që i ka thonën hawarijunëve, kush është? Kush janë ndihmëtarët e mi për tek Allahu? A dini se në surë është? Surën Saf. Kaptinën e rreshtave. Safave, pa hin Saf, zoro më bë ansar. Pa hin Saf, pa i rreshtu Safët, pa i drejtu Safët, s'mundesh me pas projekt mirë fillt me programin e Allahut. Idenë më të mirë që e ki, dush me armë me shtin Saf. Forcën më të mirë që e ki, forcën më të veçantë që e ki, dush me armë me shtin Saf. Në Saf dush me armë me shtin. Për domethënë zbritja e këtij ajeti në surën Saf tregon domosdoshmërinë e konceptit të xhamatit, konceptit të Safit. Edhe Safi çka është? Domethënë Safi lidhen mas në imamit. Që bie domethënë projektet e Islamit i kanë njerëz të vet, i kanë domethënë protagonistët e vet, i kanë personazhe të mëdha. Na shpesh domi më kon Safa më pa imam. Shpesh po kena me përkrah krejt, apo jo dikush më na dalën bash imam se pastaj po rritet shumë madhështinë e tij shumë pe menaxhomi ose mos po na shfryzon ky pastaj,
ose kur dale ai pari mos po jemi ne pasues dhe i thartë të tij. Jo, kjo është i funksionimit të botës. Një ide ka një mentor dhe mentori ka safat mas, shumë e thjeshtë është. Nuk mundu me dal 5 vet imam, njëri del imam. Po a mundet ai njësh ka del imam me pas hamendje ose me pasën mju prish avdesi ose me pas ndonjë problem me shëndet? Po, pejgamberi sa më ka thonë mas mejeni të lidhen më të mëshmit. Safi parë nuk mundet të mund gjithkush. Është qartë. Kështu që jeni ndihmëtar të Allahut, rreshtono të projekti për me përkra fen Allahut subhanahu wa taala dhe keni vëmendjen. Kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah. Ashtu sikur se Isa i tha hawariinëve, kush janë ndihmëtarët e mi për tek Allahu? Isa alayhis salam vetëm haverat e kanë besu. A kanë besu gra, fëmijë, pleq? Sikur se Allah subhanahu wa taala thotë, a jeni ju ndihmëtarë të Allahut, sikur se ishin ajka i tharëve të Isa alayhis salam. Se ndihmëtarë të Allahut janë ajka e xhamatit. Është qartë. Nuk janë veç havariunët që kanë besu Isa alayhis salam. Havariunët janë ata dostat, ata shokët më të mirë që ka pas Isa alayhis salam. Po Isa alayhis salam s'ka shkuar shtëpi për shtëpi thonë, a jeni këtë ndihmëtarë të mi për tek Allahu. Ku ne ka thonë? Ka thonë safit kryesor. I ka thonë ajkës së umetit në atë kohë. Ndaj kjo është një thirrje ndëllëzor që nëse domethënë nuk je kërkon të projektit islamit, atë nuk je te ajka. Mirë po, nëse morëm me çka ajet. Kema qala Isa, sigur si ka thonë Isa. Pse Allah te barek ve taala e përmend Isa? Që lëmë në kuptu, që misioni jon e ka një pejgamber. Saksisht e ka një mentor. E ka një xhamat ajk. Edhe që ta bëjmë bashkë për me çutë para ndihmimin e fesë Allah subhanahu wa taala. Kështu që nuk ka ndihmim pa mentor. Domthonë nuk ka ndihmim të mirëfillt, fillimisht pa ide, pastaj pa mentor të idesë, edhe pastaj domthonë ajkë prej xhamatit i cili rreshtohet me mëkanin sikurse havariunat e Isa alayhis salam, e aq më tepër gjithherë me e majtën në vëmendje men ansari ila Allah, kush janë për krahasit e mi për tek Allah, synim është masmamti vetëm Allah subhanahu wa taala. Ndaj domthonë mos më harru asnjëherë që ndihmuesit e fesë Allah subhanahu wa taala, ndihmuesit e fesë Allah azza xal janë ajka e umetit. E nëse ka dikush drejt me e morë mas shumë të për veti këtë thirrje janë njerëzit që janë ma elitar në vlerat që ju takojnë. Qoftë domthonë elitar në vlerat intelektuale, qoftë elitar në vlerat e punëve tyne, të angazhimeve, të karrierës, sa ma i zhvilluar edhe arrir dikun, dush me konsideru që këtë du të me kthy si monedhë në dobi të islamit. Dush me kthy në dobi dhe vlerë domethënë të shërbimit të fesë Allahut subhanahu wa taala. Për fund, e shohim Muslimi prej Thobanit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thonë: "La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'ala al-haq." Nuk do të ndalet se ekzistuar, gjithherë do të jetë në umetin tim një tajfe, një palë njerëzish, një grup, një xhamat, dhahirina 'ala al-haq, ngadhnimtar në hak. Ngadhnimtar në hak. Tan kohën dersi kjo çish me gallni. Tan kohën dersi kjo çish mund të triumfojmë. Të dhahirina 'ala al-haq. Këta kanë mëkonën për herë triumfues me hak, me të vërtetën. S'po ne kallzon pejgamberi sa arsye sepse Kurani ka kallzu, in tansurullah ansurkum. Mi po e kallzon diçka tjetër. Thot la yadurruhum man khadhalahum. Kur si ban dëm këtyne mos përkrojë të tjerëve. Pse? Po shamunot me të bëhe mos përkrojë të tjerëve dëm kur ty të përkrojë Allah. Domthonë, çka hadith është një formë të artikulimit të domethënies së ajetit. Tan gallëtimtarë që janë hak, edhe përkrojnë. Arsye pse ju ban dëm mos përkrojë të tjerëve sepse këta domthonë ndihmon Allah subhanahu wa taala hatta yati amrullahi wa hum kadhalik den sa të vijë çështja Allah dhe këta çështojnë, këta nuk ndrojnë. Këta e kanë rregull, domethënë që do të menajtën tek e vërteta, in tansurullah yansurkum. Domethënë nëse ju e ndihmoni Allahun, Allahu ka më ndihmu. Elsallahu azza wajal menajmush zemrën me bindje dhe vetdije që do të mëkonin safin e ndihmëtarëve të fesë Allah subhanahu wa taala. Edhe menajmush Allah subhanahu wa taala zemrën me bindje dhe vetdije që kjo do të më bëj për Allahun. Edhe menajmush zemrën me bindje dhe vetdije që mos me kalkulu ndryshe vetëm se me një formë që Allah është i kënaqur me neve dhe na jep ndihmën. Se nëse na kalkulojmë ndryshe, pastaj mendojmë që jemi në ngjarje, po tek Allahu nuk jena. Pastaj tek Allahu nuk jena, elusallahu mos me na sprovojë diçka të tillë. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabina Muhammad.